Komisioni i ligjeve ka miratuar aktin normativ që sjell ndryshime në buxhetin e vitit 2025 duke alokuar më shumë fonde për pensionistët, shtresat në nevojë dhe fermerët. Për drejt shkon në masën 6.4 miliard lek, pra është hera e parë që shkon kjo mbështetje për fermerët. Në prezantimin e aktit normativ në Komisionin e Ligjeve, Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se akti është hartuar për të reflektuar nevoja urgjente sociale dhe për të rritur eficiencën e shpenzimeve publike. Vetëm për pensionet parashikohet kalimi të paktën 150 milion eurove në një llogari të posaçme pranë Bankës së Shqipërisë. Nëpërmjet këtij akti normativ ne synojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura gjatë vitit 2025 nga ministrit apo nga institucionet buxhetore në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë dhe që do të përdoret me vendim të Këshillit Ministrave. Në kuadër të shpenzimeve, totali mbetet i pandryshuar. Ndryshimet janë kryesisht rialokime neutrale për deficitin buxhetor. Midis masave kryesore janë bonusi i fundvitit, 15.000 lekë për 148.500 përfitues të ndihmës ekonomike dhe persona me aftësi të kufizuara. Financim shtesë për fermer 2 miliard lekë duke çuar mbështetjen totale në 6.4 miliard lekë dhe 1.76 miliard lekë për furnizime medikamentesh në QSUT dhe spitale të tjera. Ndërkohë për Ministrinë e Brendshme janë alokuar 1.3 miliard lekë me qëllim mbulimin e shpenzimeve të Policisë së Shtetit për kompensim ushqimor, orët jashtë orarit si dhe dieta. Rreth 200 milion lekë po ashtu i alokohen Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa për investime strategjike u parashikuan 551 milion lekë për blerjen e selisë diplomatike në Londër. Një tjetër shtesë është edhe 1.2 miliard lekë të cilat do të përdoren për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të bashkive.